Ndërkohë, siç ju thash, ka nisur dhe është drejt përfundimi faktikisht për gjatë gjithë muajit nëntor, kuzhina tradicionale shqiptare promovohet në botë. Nuk ka më bukur se të shohësh të huajt cilët shijojnë receta autentike shqiptare. Kjo përmes shefave të kuzhinës, Alpshef, kjo platformë ka bërë të mundur edicionin e parë të muajit të kuzhinës shqiptare nëpër botë, në kryeqytete të tilla si Berlini, Athina, Roma, sot është radha, ka qenë në Kopenhagen, sot është radha e Madridit. Do të shkojmë tani në Spaj me shef Gentin. Genti Skëndaj. Të përshëndes, Genti. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, si jeni? Faleminderit që na u bashkove në kuzhinë. Ti ndodhesh në ambasadën shqiptare në Madrid, apo jo? Po, sot ndodhemi në ambasadën shqiptare në Madrid. Kemi një event që duhet gatuajmë kuzhinë tradicionale shqiptare. Jemi pjesë e Alpshef 2025, një grupim shefash shqiptar që do të gatuajmë në qytete të ndryshme të Evropës së të botës kuzhinë shqiptare. Ja më thuaj pak, shef Genti, se çfarë ke zgjedhur ti nga kuzhina shqiptare për ta përfaqësuar në këtë edicion të parë të muajit të kuzhinës shqiptare në botë? Atëherë sot ne kemi zgjedhur 7 pjata, të cilat vinë nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Kemi një pispili me presh, krem djathi. Çfarë koincidence, se kishim edhe ne këtë tavën. Atëre pas kemi bërë një menu. Kemi kaposhin me përshesh. Po. Kemi një tavë peshku me qep në furrë. Pjata tjetër kemi një... Peshkun e ke marrë nga Saranda, duke qenë se je shef në Saranda, po? Po. E ke marrë nga Saranda. Peshkun e kemi nga Saranda, e kemi sjell apostafat për këtë event. Edhe kemi dhe mish me lakër, lakër, nga veriu, kemi faqet e gicit, që janë me lakër, si që gatuajmë dikua, është traditë e veriut. Një copës kënaqësie kjo, të promovosh produktet edhe recetat, të dyja bashkë. Po, produktet e recetat. Kemi edhe një syltjash me oris, që e kemi bërë pak më ndryshe. Vjen në forum syltjash dhe krem brulee bashkë. Këto janë pjatat që kemi gjetur. Pra, disa element shtesë kështu moderne, dhe kjo është një mënyrë moderne e diplomacisë për promovuar kuzhinën në këtë formë. Pak sepse ideja është që kemi dhe si kompeticion me këta shefa këtu në Spanjë, edhe të shikojmë si do t'ja dalim. Është dhe në formë konkursi, shefat e Madridit... Me shefat e Madridit ku po gatuajmë. Në garë kuzhinat. Suksese, shkëlqefshi sa më shumë. Shumë faleminderit. Jurojmë shumë suksese. Ndërkohë, ti vetë si ndihesh që kuzhinën shqiptare, recetat tipike të traditës tonë, i promovojmë në përbot tashmë, i tregojmë botës, se s'kemi çfarë t'ju themi, se kemi një kuzhinë të shijshme, të kudo gjendur, edhe që e shijojnë të gjithë të huajt. Ajo që doja të thosha unë është që unë si shef, duke i kaluar të gjitha këto stadet, ti pasysh vite eksperiencë të gjitha, vjen ndoshta edhe nga eksperienca, po dhe është momenti që ne t'i kthehemi kuzhinës tradicionale tonë, sepse ne këta jemi dhe duam që t'japim më të mirën tonë. Bukur fort, dhe përmes jush, shefave kudo që jeni mbledhur në Alpshef, do t'jetë mundur që kuzhina jonë të përfaqësohet anë e kënd të botës. është gjëja më e bukur që mund të bëjmë ne si shefa, duke dhënë atë kontributin tonë në shpërndarjen e traditës tonë. Bukur fort. Është gjëja shumë e mirë të gatuajmë me produkte shqiptare, të shpërndajmë receta shqiptare sa më shumë të mundemi, edhe gjithë të rinj të drejtohen kësaj rrymë, sepse na tradita besoj është gjëja më e mirë dhe më e mundshme. Në më vjen mirë që kuzhina shqiptare, tabani kuzhinës shqiptare promovohet çdo ditë më shumë, jo vetëm këtu në kuzhinën tonë, në Reze Dielli, që është një mision prej gati 5 vitesh me Albanën, për të sjellë vetëm receta të traditës tonë, ato të vjetrat nostalgjike, të mençurakeve, të gjysheve tona, po ashtu tashmë kjo ka marrë jehon në mbar botën, duke vendosur kuzhinën shqiptare në gjithë muajin nëntor në qendër të gastronomisë botërore. Më thuaj, kush do t'i provoj recetat e tua sot?
Recetat janë, besoj janë diku te 150 të shtuar. Përveç se këtyre janë persona nga ambasadat e huaja këtu, janë persona, është një shef spanjoll që do të na bashkohet, të urojmë që gjithçka të shkojë mirë edhe të lëmë atë përshtypjen e bukur që si traditë edhe si gatimen e kemi. Jam i bindur dhe sigur që kjo do të ndodhi, siç ka ndodhur edhe në epiqendrat e tjera. Me shefat e tjerë në qytetet ku janë zhvilluar pikërisht këto edicione. Po, ja kemi dalë në shumë qytete, është radhe Madridit sot, uroj që gjithçka të na shkojë ashtu siç duam. Kanë qenë para Madridit Kopenhaga, jo Berlini, jo Roma, pastaj radha e kujt qytet, e cili qytet është? Së shpejti do jemi janë në Pekin. Edhe në Pekin, për te Evropës. Po, dhe në Pekin. Eksperiencë e bukur. Të falenderoj shumë, Genti. Punë të mbarë. Jeni mirë, unë falemderit. Suksese, shumë suksese. Ju lumë shumë suksese të gjithë shefave. Falemderit për lidhjen që zhvilluam drejt për së drejti nga ambasada shqiptare në Madrid. Ka ardhur momenti dhe të mbyllim. Është krenari, patjetër, kuzhina është krenaria jonë. E drejtë, e vërtet. Kjo është edhe arsyeja që ne i mëshojmë kaq shumë traditës tonë. Mos harrohet. Jam rënqetur nga... Unë kam thënë pa furçe, pa gjyfare. Androniki më pëlqen jashtë masë në punën e se si e prezanton gjën. Unë sot jam rënqetur. Po, unë jam rënqetur. Sepse e ke lidhje emocionale me kuzhinën shqiptare, me recetat, me traditën. E gjitha kjo, unë i them, të lumt edhe të lumt. Bravo.